Çdo ditë në mbar botën prodhohen miliona ton mbetje. Këto mbetje jo vetëm që janë një problem, por janë një kërcënim i fshehur. Nga njëra anë, varrosja e tyre ndo tokën dhe ujëra ndërkombëtare, dhe nga ana tjetër, djegja me metodë tradicionale shkakton ndotje atë ajrit. Dhe më keq se kaq, mbetjet toksore dhe industriale, nëse nuk menaxhohen siç duhet, do të shkaktojnë sëmundje më të rënda si kanceri, dhe kjo përmbajtje u imponon njerëzve dhe qeverive kosto të rënda. Kjo sfidë globale është ngritur në një botë prej dekadash, por deri pa kohë më parë nuk kishte përgjigje për këtë pyetje. Si mund të shkatërrojmë mbetjet pa e zhvendosur problemin diku tjetër? Këtu shfaqet një dritë e vogël në errësirë. Teknologjia e plazmës. Plazma, gjendja e katërt e materjes, formohet në temperaturë jashtëzakonisht të larta. Në ato temperatura, lidhjet molekulare shpërbëhen. Mbetja nuk është më mbetje dhe struktura e saj kimike shembet. Agentët patogjen shkatërrohen plotësisht dhe metodat të caktuara, materialet e rrezikshme të tyre shndërrohen në përbërje të qëndrueshme dhe të padënshme. Por vite me radhë, kjo teknologji ishte në duart e disa vendeve industriale, e ndërlikuar, e kushtueshme, e vështirë për t'u lokalizuar. Derisa një grup inxhinierësh dhe studiuesë iranian vendosën ta ndryshojnë këtë ekuacion në favor të kombeve të pavarura. Në vitin 93, doktor Mozagar, i cili kishte jetuar për disa vite jashtë vendit dhe kishte punuar në mjedise shkencore të avancuara, vendosi ta kthente në Iran. Ai filloi nga një ëndër e thjeshtë. Pse Irani nuk mund të ofrojë zgjidhjen e vet vendasve dhe më të lirë për një nga sfida më të mëdha globale? Me disa nxënës dhe kolegë ai filloi punën. Një laborator i vogël dhe në një ndërtesë të vjetër, pjesë të vjetra dhe një vullnet i pafund. Kjo shënoi fillimin e punës së tyre. Ata vendosën të përqendroheshin në incineratorin me plazmë dhe gradualisht arritën në këtë përfundim. Se mbetja nuk është një problem, por një mundësi e madhe. Doktor Mozagar, përmes një seminari një ditor në Universitetin e Teheranit, gjeti disa forca të tjera të specializuar dhe puna vazhdoi seriozisht. Kaluan disa vite të testimi, dështimi, ridizajnimi dhe këmbgulje. Ndërtimi një sistemi incinerator me plazmë nuk ishte një sfidë e thjeshtë. Temperatura prej disa mijëra gradësh, materiale të veçanta, dizajn inxhinierik i saktë, kontrolle të avancanta. Ata nuk patën pak dështishimin në punë dhe çdo gabim u ashtyte punën me disa muaj. Por ata vazhduan. Në reaktorët e plazmës, temperatura arrin në rreth 500 deri në 10.000 gradë Celsius dhe ruajtja e stabilitetit të këtij harku dhe parandelimi i luhatjeve të tij është shumë e vështirë dhe kërkon burim energjie të fortë dhe të qëndrueshëm me kontroll të saktë të rrymës. Nga ana tjetër, asnjë material nuk është plotësisht rezistent ndaj këtyre temperaturave. Si rezultat, elektrodat, muret dhe grykët konsumoheshin shumë shpejt. Doktor Mozagar dhe ekipi i tij arritën në këtë përfundim se duhet të përdorin materiale qeramike të veçanta ose metale super rezistente ndaj shkrirjes së tungstenit ose molibdenit dhe të gjitha këto rrisin kostot e projektit. Sigurisht, doktor Mozagar, i cili vetë ishte një nga investitorët e projektit, i kishte bërë parashikimet e nevojshme më parë dhe nuk lejoi që projekti të ndajë për shkak të problemeve financiare. Dhe në fund, në vitin 1402, ajo që ishte një ëndër u bë realitet. Një sistem që ishte aftë të përpunonte mbjete mjekësore, industriale, kimike dhe të rrezikshme me siguri të lartë dhe ndikim minimal mjedisor u prodhua dhe lokalizua me elitët iraniane. Mbetjet fillimisht përfunduan dhe përpunuan të ndahen. Pasi hyn në dhonën e gazifikimit me plazmë, aty temperatura shumë e lartë redukton ndjeshmën zhvillimin e tyre. Pjesa më e madhe e saj shndrohet në gaz sintezë dhe produkte të qëndrueshëm. Çfarë mbetet? Ai toksik, as tym i rrezikshëm dhe në këtë proces. Por kjo histori nuk është për shkak të mbetjeve. Ajo pati dhe arritje të tjera.
Gazi sinteze përdoret për prodhimin e energjisë dhe materialet e ngurta të mbetur shndërrohen në lëndë të parë në industri të ndryshme. Materiale që përdoren në industri të ndryshme petrokimike, prodhimi i bojës, ndërtimi dhe industri të tjera. Në këtë cikël, mbeti shndërruan nga një kërcënim në një burim të vlefshëm. Sot ky sistem plazme është gati për përdorim në qendra të ndryshme, nga spitalet dhe zonat industriale deri te qendrat e menaxhimit të kërcënimeve dhe mbetjeve në mundësi, madje në burim të ardhurash për veten. Kjo histori nuk është historia e një pajisje, është historia e ndryshimit të këndvështrimit. Një këndvështrim që nuk e sheh mbetjen si fundin e rrugës, por si fillimin e ri. Një këndvështrim që beson se teknologjia, nëse bëhet vendese, mund të vendosë njëkohësisht dijen, pavarësinë dhe përgjegjësinë mjedisore krah për krah. Sot, plazma nuk është vetëm një teknologji, është një shenjë se mund të ndërtohet zgjidhje të nivelit global në zemër të kufizimeve.